Mirëmëngjes të nderuar shikues. Sot për të 17 herë do të mblidhen deputetët në përpjekje për të konstituar Kuvendin e Kosovës. Derisa në disa seanca rresht, kandidatja vetëvendosjes për krye parlamentare Albulena Xhiu nuk ka arritur t'i marrë 61 votat e nevojshme. Ka qenë vetëvendosje e cila në seancat e fundit ka propozuar votim të fshehtë. Partitë opozitare po e kundërshtojnë ndryshimin e formës së votimit në mes të procedurës. Tirana ishte në qendër të vëmendjes ndërkombëtare teksa mirëpriti samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian, një platformë gjithëpërfshirëse që mbledh 47 lider shtetesh e qeverish. Samiti u zhvillua në temën Evropa e re në një botë të re, unitet, bashkëpunim, veprimi përbashkët, duke reflektuar sfidat e kohës si lufta në Ukrainë, siguria në kontinent dhe sfidat e përbashkëta demokratike dhe ekonomike. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se do të kërkoj balancë dhe barazi në trajtimin e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe Serbisë. Presidentja Vjosa Osmani, e cila përfaqësoi Republikën e Kosovës në samitin e 6 të liderëve të Komunitetit Politik Evropian, është takuar me kryeministrin e ri Belt Barde Wever. Presidentja Osmani ka shkruar se kanë diskutuar për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe mes dy shteteve, mbështetjen e vazhdueshme të Belgjikës për integrimin euroatlantik të Kosovës, situatën e sigurisë në rajon si dhe nevojën për heqjen e masave të padrejta kundër qytetarëve të Kosovës. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për operacionet e fundit të policisë së Kosovës, inspektimet dhe mbylljet e shërbimeve publike, duke theksuar se ato rrezikojnë të përkeçsojnë tensionet. Në reagim të BE-s thuhet se veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara dëmtojnë përpjekjet për ndërtimin e besimit mes komuniteteve. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe autoriteteve në Kosovë që të ndalin këto mbyllje, të ushtrojnë përmbajtje dhe të shmangin masa eskaluese. BE-ja ka kërkuar që të dyja palët, Kosova dhe Serbia, të angazhohen konstruktivisht në zbatimin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Partia Demokratike e Kosovës përmes një konference për media ka thënë se Kosova ka humbur 2 raste për antarësim në Këshillin e Evropës, këtë të fundit para 2 ditësh. Për këtë PDK po e fajson qeverinë në detyrë, pasi sipas saj vendit i ka sjellë vetëm sanksione. Forca e Sigurisë së Kosovës është duke kaluar në fazën e fundit të tranzicionit që synon transformimin e saj në një ushtri me kapacitete të plota. Ky proces është në 3 vjeçaren e fundit, ndërsa sipas ministrit në detyrë të mbrojtjes, transformimi po ecën më shpejt se sa ishte parashikuar. Me përfundimin e tranzicionit 10 vjeçar, FSK pritet të ketë mbi 7.500 trupa, prej të cilëve 5.000 ushtarë të rregullt e 2.500 rezervistë. Sonte në Bazel mbahet nata finale e Festivalit Evropian të Këngës. 26 vende do të garojnë në finale, në mesin e tyre edhe Shqipëria me këngën Zjerm nga Shkodra Elektronike. Shqipëria do të jetë e fundit në radhë që do të performojnë në finale. Në natën e parë të festivalit, Beatrice Gjergji dhe Kolaca sollën një performancë të fuqishme që ndërthur muzikën elektronike me motive folklorike shqiptare. Kënga e Shqipërisë u vlerësua edhe nga mediat ndërkombëtare. RTK transmeton drejt për drejt natën finale të Festivalit Evropian të Këngës. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.